Kur flasim për aspektin ekonomik të tregtisë, të shëndetësisë, edhe këtu e kemi lehtësinë e Islamit, e kemi thjeshtësinë e Islamit, i cili na ndihmon që t'i kryejmë detyrat tona jetësore të përditshme që i kemi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, thot rahim Allahu mra'an samhan idha ba'a, samhan idha ishtara, samhan idha qada, samhan idha iqtada. Thot Allahu më shiroft një person i cili është tolerant, edhe i cili është i lehtë kur bën tregti, qoftë kur blen, kur shet, kur merr hua ose kur jep hua. Thot Allahu më shiroft i cili është i lehtë në këto pika. Domethënë në faktin kur ai bën pazar, në situatën kur ai blen për dikuj, është tolerant. Nuk i bën presion shitësit. Mirë po edhe kur shet, nuk i bën presion blerësit, nuk ja kufizon çmimin, mirë po e toleron, e pret, ja zbret çmimin, e pret mirë, e kështu me radhë. Mirë po thotë Allahu më shiroft atë person i cili është tolerant edhe kur jep hua. Megjithse kur jep hua të tjerëve nga ndihmu, e shes se është në situatë të vështirë, nuk i bën presion, e pret, ja shtyn afatin. Nëse shef se është një person i cili është i sinqert, korrekt, mirë po nuk i ka mundësi që t'ja kthej borxhin, atëherë nuk ja bën shpirtin në fyt, mirë po është tolerant. Prandaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu më shiroft një person i cili është i tillë, i lehtë me të tjerët në bashkëpunim.